Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, përshëndetje, selamet mbi të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, i çojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilit deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Allahu xhalla xjalaluhu na bëf prej tyre. Të nderuar vëllezër, kemi fol për zemrën dhe rëndësinë e zemrës dhe si duhet ta përmirësojmë zemrën. Kemi përmendur se dietarët kur kanë fol për zemrën dhe llojet e zemrave kanë thënë se zemrat i kanë ndarë në zemrën e shëndosh apo zemrën e gjallë, në zemrën e semur dhe zemrën e vdekur. Neve nuk na intereson shumë të flasmi për llojin e fundit, zemrën e vdekur, Allah na ruaj, nga se dietarët këtë zemër e kanë cilësuar ajo zemër e cila është e mbushur me shirk, zemrën e cilën nuk ka tauhid, zemrën e cila është e zbrazur dhe është e mbushur me gjunahe. Kurse sa i përket për zemrën e semur, ka thënë zemrën e cila është e mbushur me tauhid dhe me vepra të mira, mirë po është pak e ngjizur dhe është e përzier me gjunahe. Kurse zemra shëndosh është ajo zemër të cilën Allahu ka kërkuar prej neve. Zemër në të cilën është e shëndosh, është e mbushur me tauhid, zemër e cila nuk ka dyshime, zemër e cila është e pastër prej hasedit, zemër e cila është e pastër prej inatit, zemër e cila është e pastër prej mendjemallësisë, zemër e cila është e mbushur me iman dhe tauhid dhe e mbushur me devotshmëri. Allahu xhelle xhelalu i bëf zemrat tona prej tyre. Për ata Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'anin Kerim për ditën e gjykimit: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Atë ditë nuk bën dobi as pasuria dhe as fëmia, përveç ai të cilit vjen me zemër të pastër, me zemër të shëndosh. Andaj synimi jon është që të arrijmë zemrën e shëndosh dhe zemrën e pastër. Për ata edhe dersi apo ligjërata do të jetë e tillë që të flasmi për cilësitë e zemrës së shëndosh, në mënyrë që të arrijmë që t'i pastrojmë zemrat tona, nga se zemrat e pastra janë ato zemrat të cilët Allahu i fut në xhenet ditën e gjykimit. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më së miri e ka përshkruar dhe na ka detajzuar se si është një zemër e pastër dhe si është një zemër e shëndosh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është pyetur se cili është prej njerëzve më i mirë, cili është prej njerëzve më i pastër, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Kullu mahmumul qalbi wa sadiqul lisan", apo sadukul lisan. Kanë thonë sahabët, çka sadukul lisan, ai i cili e thot vërtetën me gjuhën e saj, me gjuhën e tij. Ka thonë që sadukul lisan pe edim, po çka është që mahmumul qalb? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë huwa at-taqiyun naqi, ka thonë është ajo zemër e cila është devotshme, ka frikën e Allahut dhe është e pastër, la ithme fihi, nuk ka mëkate në të, wala bagje, wala ghilla, wala hasad, nuk ka pa drejtësi, zullum, nuk ka në të zili dhe nuk ka në të inati për të tjerët. Kjo ka thonë është zemra e pastërt, apo ajo zemër në të cilën nuk ka armiqësi, as nuk ka hidhrim, as nuk ka zili për tjetrin. Për ata ka thonë Iyas ibn Muawiya se prej të parëve tonë, thot, gjeneratat e hershme, thot, më i miri prej neve ka qenë ai i cili ka qenë më i shëndosh me zemrën e tij. Qysh më i shëndosh me zemrën e tij? Ai i cili nuk është marrë me të tjerët. Është marrë vetëm me hallin e tij. Është marrë vetëm me dertin dhe çështin e tij se si ka më dalë për Allahu xhelle xhelalu. Edhe ajo zemër apo ai person i cili nuk është marrë shumë me gibet, e ka ruajtur imanin e tij. Për ata ka qenë edhe prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e ka lutur Allahun, ka thonë: "Was'aluka lisanan sadiqa wa qalban salima." O Allah, të lutem me ty që të më furnizosh me gjuhë e cila thot të vërtetën, edhe zemër të shëndosh, zemër të gjallë. Nëse të nderuar vëllezër, me të vërtet hasedi, zilia është smundje prej smundjeve të zemrës, e cila e rrezikon imanin, e cila e rrezikon dhe e dobëson imanin. Prandaj ai i cili në zemrën e tij bart hased, Allah na ruajt, ai kanë për ta urryer edhe prindrit e tij,
edhe familja e tij, apo ai është njeri i cili urren të gjithë, për shkak se s'ka dëshirë me pa mirësi tek të tjerët. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që ne jo të urrejmë e as të kem zili atë që ka shumë të vllau jon, po përkundrazi ta kem dëshirë që ta ketë edhe vllau jon ato që ka posedojmë na. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka besuar askush për juve, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Derisa ta dëshiroj për vllaun e vet atë që ka dëshiron për veten e tij. Andaj edhe ka qenë këshill e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me cilën këshill duhet secili prej neve të këshillohemi. Edhe këtë hadith ta praktikojmë dhe ta lexojmë sa më shpesh. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që ne transmeton Enesi radhiyallahu anhu se ju ka drejtuar sahabëve të tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ju thonë la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru. Mos e urrejni njëri tjetrin, mos ja keni zili njëri tjetrit dhe mos bëni kurtha për njëri tjetrin. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni rob dhe vëllezër të dashur për Allahun xhalla xjalaluhu. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Ka thonë dhe nuk lejohet për një musliman ti bëj hijrat vllaut të tij për ndonjë ngatërres më shumë se sa 3 ditë. Andaj Allahu xhalla xjalaluhu na ka këshillu dhe i ka përshkruar besimtarët, ata të cilët posedojnë zemra të shëndosha, që kur luten për veten e tyre, luten edhe për vëllezërit e tyre. Për ata thot Allahu xhalla xjalaluhu walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun, dhe ata të cilët vinë pas tyre, pas kujt? Pas sahabëve, pas ensarëve, pas muhaxhirinëve. Çka thonë? Yaquluna rabbana ighfir lana li ikhwanina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Zoti ynë, na fal neve dhe ata besimtar prej vëllezërve të cilët kanë kaluar para nesh. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Dhe mos bëj në zemrat tona ghill, që do të thotë zili, inat për ata të cilat kanë besu para neve. Andaj kjo është cilësi prej cilësive të besimtarëve, që mos me pas në zemrën e tij inat dhe mos me pas në zemrën e tij zili për vllaun e vet. Amo kjo është më të vërtet zemra e pastërt. Dhe është normale që dikush me pyet dhe me thonë, e si ka mundësi të arrijë njeri këta? Apo a ka dikush që e ka arrit që në zemrën e tij mos ketë zili, mos ketë armiqësi, mos ketë inat për vllaun e vet? Padyshim se po. Të parët për tyne janë pejgamberët e Allahut. E pastaj gjeneratat më të mirë, të cilët ata ishin shoqëruesit e pejgamberëve, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhalla xjalaluhu për më na elaboru më së miri se si është një zemër e shëndosh, zemër e cila nuk bën zili për vllaun e vet, ne ka përshkruar gjendjen edhe rastin e Jusufit alayhi salam në Kur'an. Dhe gjithë e dimna se çka ka përjetu Jusufi alayhi salam, ky pejgamberi i Allahut, prej vëllezërve të tij. Ata fillimisht prej zilis deshën ta mbysin. Maqë nuk arritën ta mbysin, e hodhën në bunar. Veç asaj, kjo i kushtoi shumë Jakubit alayhi salam dhe u mërzit shumë nga ndarja me Jusufin alayhi salam. E pastaj Jusufi alayhi salam psoi që të bjet edhe prej të burgosurve. Mirë po deshi Allahu xhelle xhelalu ta ngris dhe ta realizoj ëndrrën të cilën ai e kishte parë kur ishte i vogël. Dhe veç asaj, Jakubi alayhi salam prej mirëzisë që i shkaktuan djemtë e tij dhe atë zilin që e kishin për Jusufin alayhi salam, shkoi deri edhe tek humbja e shikimit të tij. Megjithatë, kur ata u kthyen tek Jusufi alayhi salam, kur ata u njofën me Jusufin alayhi salam, pasi që Jusufi arriti të dalë prej burgut dhe arriti të jetë udhëheqës, të jetë një ministër prej ministrave me pozitë në pushtetin e Egjiptit në atë kohë, shka ju tha Jusufi alayhi salam? Pasi ata i kërkuan falje, pasi ata ju përgjëruan me një aspekt, se na ishim prej atyre që bëm gabim dhe ja kërkuan halallakun Jusufit alayhi salam, Allahu xhelle xhelalu na ka përshkruar në Kur'an dhe ka thonë se Jusufi alayhi salam i tha la tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nuk ka qërtim për juve sot. Allahu ju falt juve dhe kam ju fal, se me të vërtetë Allahu është mëshirues.
Kush prej neve kish me e bon, ose kish me kthy në këtë formë, me këtë moral, me këtë virtyt kaq të lartë, sikur se Jusufi alayhis salam. Pa ja përmend ato gabimet e atij i cili na ka bon. Për ata, jo veç kaq. Kur Jusufi alayhis salam i erdhën prindrit e tij dhe erdhën vëllezërit e tij në Egjipt, pasi që ai thirrri dhe i hapi dyert e tyre, dhe përshkroi Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an se si Jusufi alayhis salam i afroi afër arshit e tij, afër karrigës së tij ku ishte i ulur, dhe dy prindrit e tij bën sejdë bashkë me vëllezërit e tij në shenjë falënderimi dhe nderimi, si realizim e ëndrrës që e kishte parë Jusufi alayhis salam kur ishte i vogël. Çka ju tha Jusufi alayhis salam? Allahu xhelle xhelaluhu na ka përshkruar moralin e lartë të Jusufit alayhis salam. Ka thënë wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn. Allahu xhelle xhelaluhu më ka nderu atë ditë kur më kanë nxjerr prej burgut. Wa jaa bikum min al-badwi min ba'di ma nazaga ash-shaytanu min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Allah më ka nderu në ditën kur më ka largu edhe më ka nxjerr prej burgut. Gjithashtu Allah më ka nderu kur juve Allah ju ka sjell atje prej shkretëtirës tek on dhe ka largu atë që kishëm mes meje dhe vëllezërve. Me të vërtetë Allahu xhelle xhelaluhu është i butë. Dietarët këtu në këtë ajet kuranor kanë përmend moralet e larta të Jusufit alayhis salam. Fillimisht Jusufi alayhis salam nuk ka thënë Allah më ka nderu masi që kam dal prej bunarit dhe kam marrë në Egjipt dhe kam pështu. Si u ka përmend këta vëllezërve të tyre. Ka thënë Allah më ka nderu kur më ka nxjerr prej burgut. E dyta, ka thënë praj asaj mos marrëveshje që kemi pas, që ka qenë shkaktar shejtani. Nuk ka thonë ju e keni bën me qef prej zilis që keni pas ndaj meje. Jo, e ka përmend vetëm shkakun, që shkak ka qenë shejtani. Dhe çka? Ka thonë pasi që ju ka sjell juve atje prej shkretëtirës tek unë këtu. Nuk ka thonë juve ju ka detyruar uria dhe thatësia me artë on, dhe tashun t'ju ktheja, unë do t'ju kallëzoj se s'keni pas çfarë pa ardhja ja. Ka qenë edebi Jusufit alayhis salam për vëllezërit e tyre. Andaj kjo është ajo zemra e shëndosh. Kjo është ajo zemra e pastër që Allahu xhelle xhelaluhu na ka përmend në Kur'an. Pastaj të tillë ishin edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E se mos të ishin të tillë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzoi me xhenet duke qenë të gjallë. Për ata transmeton Enesi radhiyallahu anhu hadithin të cilën e ka nxjerrë Imam Ahmedin Musnedin e tij, edhe pse ka fjalë rreth këtij hadithi, disa kanë bërë se hadith të mirë, që Enesi radhiyallahu anhu transmeton. Thot përderisa ishim të ulur një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ishim duke kovenduar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Yatla aleikum al-an rajulun min ahli al-janna." Tani do t'ju shfaqet një person, një njeri i cili është prej banorëve të xhenetit. Dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët ishin të mallëngjyrë për xhenetin, ata të cilët ishin të mallëngjyrë për mi pa personat kush janë prej banorëve të xhenetit që me hec hapave të tyre. Edhe po shikojnë kur për momentin erdhi një person, një prej ansarëve, i cili rrjedhte uji prej mjekrës së tij që kishte marrë abdes, dhe në dorën e tij i mbante ato sandallet e tij, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha po të njëjtën fjalë dhe ditën e dytë dhe ditën e tretë. Njëjtën rast, njëjtën fjalë. Dhe sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmende se ka më ardhur një person tani në mesin tuaj që është prej banorëve të xhenetit, ishte po i njëjti person. Një sahabi i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr, thot vallahi ka më e përcjell dhe ka më e këshir ky person se çfarë vepra apo bën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi me xhenet duke qenë këtë dunjë. Dhe shkoi trokiti derën e tij dhe e pyeti dhe i tha, thot kam një problem me babain tim. Thot dhe jam betu që mos me nejt në shtëpinë time për 3 ditë. Thot ta mban konak që të flej tek ti për 3 ditë, për 3 net. Thot po. Dhe Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu tash po e përcjell gjendin e tij, po e përcjell ibadetin e tij, po e përcjell se çka po vepron ky person në mënyrë që më marr si shembull. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me përgëzoi me xhenet, se cilët prej neve do të na interesonte shumë kjo. Për ata, Abdullah ibn Amr thot, shkuan 3 net dhe nuk pash diçka që më mahniti ose diçka që është zakonshme te ky person.
Thot as nuk pash diçka të veçantë në namazin e tij, as nuk pash diçka në sjelljet e tij përveç asaj që i kishim thot edhe ne. Vetëm se kur i dilte gjumi natën thot e përkujtojnë te Allahu xhelle xhelalu. E pastaj në natën e tretë para se mu largu i thash, thot kështu thot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë se ka më ardhur një person mesin e juaj që është prej banorëve të xhenetit, thot dhe ai person thot ishe ti. Thot dhe mua më bëi përshtypje se çfarë vepra po bën, se cillat janë ato ibadetet tua që të ka bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me të përgëzu që të jesh prej banorëve të xhenetit. Thot vallahi nuk kam bën diçka të veçantë përveç asaj që kam ke pa. Thot dhe nuk e di diçka që kam bën mu dallu prej juve. Vetëm se thot mendoj dhe shpresoj se ajo vepër e cila më bën mua që shpresoj tek Allahu xhelle xhelalu xhenetin, thot është se nuk kam asnjë pikë zili, asnjë pikë urrëtie, asnjë pikë inati për një vëlla musliman. Thot dhe kur bi me zemër të paq, bi me zemër të shëndosh, nuk rri as nuk flaj, as jo sikur dikon që ndoshta nuk e merr gjumi, duke mendu pse filani ka arriti ai me bën atë shtëpi. Pse filani ka arriti ku me bën këtë kerr. Pse filani kështu dhe pse filani ashtu. Duke e pas zili veprat e tij, duke e pas zili punën e tij. Mirë po thot përkundrazi, thot unë e bi rahat dhe nuk kam as edhe një pikë zili, as inati për vëllain tim musliman. E thot pastaj Abdullah ibn Amr thot vallahi thot kjo çen ka ajo vepër për cilën ty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ka përgëzu prej banorëve të xhenetit, e që thot është të vështirë me arrit këta. Abdullah ibn Amr po thot është të vështirë me arrit këtë gradë. E më të vërtet kjo është vëllezër të ndershëm zemra e shëndosh. Zemrat të cilat i posëndon sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zemrat të cilat ata nuk flinin nëse i hinin erhak dikujt prej vëllezërve të tyre pa ja lyp halallakun. Për ata transmetohet se Ebu Bekri radiallahu anhu në shlerimin e Mekkes i kanë dëgju Suhejb ar-Rumin dhe Bilalin radiallahu anhu dhe Selman al-Farisiun, disa prej sahabëve, kur ka kalu Ebu Sufjani, ka qenë akoma pa pranu islamin, ka kalu pranë tyre në mezlisin e tyre dhe kanë thonë, këta kanë thonë ndërvete, ka thonë vallahi nuk ja kanë dha hakun shpatav së duhet për mjë dhom sim armiqve të Allahu se si duhet. Kanë pas për qëllim Ebu Sufjanin, se gjithë atë armiqësi që e ka shfaq për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk e kanë dhënë hakun sa duhet që edhe kë me qenë prej në radhën e atyre që kanë shku para tij. Dhe Ebu Bekri sikur se ka dasht pak me e marrë me të mirë Ebu Sufjanin, nga se Ebu Sufjani dini ka qenë prej zotrive të Kurajshve, i cili ka pas amën, i cili ka pas pozitë. Edhe i ka thonë këtyre sahabive, ka thonë, a nuk pjo vije keq, që shpëthoni këto fjalë jo, për plakun e Kurajshve, për zotërinë e Kurajshve. Dhe këto fjalë Ebu Bekri pastaj ja ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, kjo është al-wala wal-bara, mitësia dhe armiqësia për Allahun që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka mësuar sahabeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë këtë rast, Ebu Bekr, mos e ke hidhruti ata sahabët, ata shokët e tu, për hatër një qafiri, për hatër një mushrikit. A mos ndoshta i ke hidhru, këqyre mirë, mos i ke nervuzu në isen, për hatër një mushriki, e nëse i ke nervuzu ata, i ke nervuzu edhe ke hidhru Allahun. E pastaj Ebu Bekri nuk ka mujt me flajt, nuk ka mujt Ebu Bekri me pushu, pa shku dhe me i pyt, mos keni diçka për mua, ndaj meje në zemrat tuaja. E pastaj Ebu Bekri radiallahu anhu ka shku tek Selman al-Farisiu, Bilal ibn Rabah, dhe këta sahabit e cilët kanë qenë të ulur dhe i ka thonë, o vllazët e mi, Allah ile, po thëm kështu me ato fjalët e mia, mos keni diçka në zemrën e juaj për mua se ndoshta mos i kom hidhru. Ata thonë, la wallahi, thotë vallahi s'na ka hidhru. Allah i të falë ty dhe neve, se me të vërtet thotë nuk na ka hidhru. Me atë fjalë që ti e ke thonë për neve. Me një aspekt, ndoshta kjo për syrin tonë shumë e vogël, apo nuk është diçka shumë e madhe. Mirë po te sahabët kjo dukej shumë e madhe. Sikurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo sahabët sikurse kanë ardhur në gjurmë që gjunahi, kjo është fjalë sa duket e Abdullah ibn Mesudit, që gjunahi për besimtarin sa do i vogël që është ai, duket sa një kodër e madhe.
kurse gjunahi për munafikun në syrin e tij është sikurse një shibel e vogël ose sikurse një thermi. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një mëkat sa do i vogël që ishte te ta, duke sikurse ka hyp një kodër mbi kokat e tyre dhe i ka mbulu. Andaj ata nuk mund të flanin pa ja kërku halallakun vllaut të tij të tyre nëse ata i kanë hi në hak dikujt. Ky është morali i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kto ishin zemrat e pastërta, shembulli më i mirë që me e pa se si duhet të jetë një zemër e shëndosh, të cilën e ka përshkruar Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an. Khalid ibn Walidi, i cili ishte komandant prej komandantëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili shquhet dhe njihet në histori që nuk ka ndodhur që me i pri një ushtrie dhe një betejë e që me humbaj, qoftë në xahilet, në ignorancë, kohën para islamit, qoftë pas islamit, qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qoftë me Abu Bekrin dhe Omerin. Andaj në luftat në çlirimin e Shamit, Omeri radhiyallahu anhu ja shkroi një letër Khalid ibn Walidit dhe i tha se duhet me shkarku prej komandantit. Duhet me shkarku si komandant edhe më ia dhon komandën Abu Ubejd ibn al-Jarrahit. Edhe Khalid ibn Walidi e mirëpriti këtë lajm, e mirëpriti këtë letër, nuk tha as edhe një fjalë. Pse unë gjithë këtë mundi e dhash? Pse unë gjithë këtë punë që e bëna deri tash, me më largu mu prej komandantit, me më bën një ushtar të thjesht? Ja, Khalid ibn Walidi e priti me thjeshtësi, me modesti. Edhe nuk e tha edhe një fjalë as për Omerin e as për sahabët tjerë. Mirë po e dha kontributin e tij edhe si një ushtar i thjesht në mesin e ushtarëve. Ky është morali i sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata transmetohet për Abu Dujanin radhiyallahu anhu, i cili kur është plagos në luftën e Yamamas, në cilën luftë dhe ka vdek, kanë hyrë dhe kanë vizituar disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë Abu Dujanes, cila është ajo vepër që ti mendon që ka më të pështuar ditën e gjykimit. S'ka thënë Abu Dujane, së gjihadin e kumbane, së luftën kam luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e që shpresoj që ka më pështuar Allahu xhelle xhelalu ku më bën prej shahidave në ditën e gjykimit, ku ta diunë, jo. Ka thënë Abu Dujane, ka thënë dy vepra mendoj që dhe shpresoj që Allahu xhelle xhelalu të më bëj këto vepra që Allahu të shtojë ditën e gjykimit. Cilat janë ato? Ka thënë e para, thot kur një herë nuk kam fol ajo që kanë mua nuk më intereson. Si kum përzi punëve të tjerëve. E para kjo është thot që s'm ka interesuar më hi njerëzve në çështjet e tyre personale. E dyta, thot dhe gjithherë e kam pas zemrën e pastër për vëllezërit e mi musliman. Asnjëherë nuk kam bërë zemrën time zili, asnjëherë nuk kam pas urrëtie për një vëlla musliman. Për ata Sufjan ibn Dinar thot e kam pyetur Ebi Beshirin, që ka qenë prej shokëve të Aliut radhiyallahu anhu, thot se cilat vepra janë kanë më të dashura apo me çka janë dallu gjeneratat e hershme, sahabët, tabiinët, tabiinët, me çka janë dallu në mesin e njerëzve. Çfarë vepra ata kanë bën? Thot kanu ya'maluna yasiran wa yu'jaruna kathiran. Thot kanë bën shumë pak vepra, mirë po janë shpërbly shumë. Thot e si ka mundësi me bën kaq punë vepra të vogla, po mu shpërbly kaq shumë, thot për shkak se zemrat e tyre kanë qenë të shëndosha. Zemrat e tyre kanë qenë të gjalla. Zemrat e tyre kanë qenë të pastërta. Për ata kur e kanë përshkruar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekrin radhiyallahu anhu, i cili thon se nuk ka pas ndonjë vepër më shumë se sa që kena bëna. Abu Bekri ka bën ibadet, mas pejgamberit, na kena bën ibadet mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka luftu mas pejgamberit, na kena luftu pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thot ajo që ka dallu Ebu Bekrin prej neve, ka qenë, ka thonë, është diçka këtu në zemrën e tij, në cilën e ka dallu mesin tonë. Ky ka qenë Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Kështu kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po jo edhe kështu veç sahabët, mirë po edhe gjeneratat më tyre, gjeneratat e ndershme, njerëzit të cilët kanë pas dituri. Për ata po përmend vetëm një ngjarje një prej dietarëve të kohës bashkëkohore për Ibn Bazin radhiyallahu anhu, transmetohet dhe thuhet se kur ka qenë kadi, ka qenë gjyqtar në një qytet i cili quhet Kharaj, i cili është afër Riyadit, ka qenë gjyqtar para se mu bë mufti i shtetit Saudis, në kohën e tij, thot e ka shoh një person ashtu mu gjykute Ibn Bazi diçka dhe e ka shoh Ibn Bazin radhiyallahu anhu, rahmetullahi alayh, thot e ka shoh dhe e ka nënçmuar diçka. Dhe Ibn Bazi pas kësaj ngjarje ka shku me bë haxh.
E masi që është kthy për i haxhit, kanë dëgju se ky person ka vdekur. Mirë po jo vetëm se ka vdek, mirë po edhe imami asaj xhamis në cilën ka vdek ky personi, thot nuk ja ka fal xhenazën për shkak se kanë dëgju se personi e ka shah Ibn Bazin, rahimahullah. Dhe kjo thot ka qenë e përhapur në qytet, se filën personi e urrejn, e ka shah filën shehin e ku ta diun, sikurse çush përhapet tash të më mesin ton. Dhe Ibn Bazi thot e ka çurtu kët imamin për atë moralin e tij që e ka shfaq ndaj tij. Përkundrazi thot ka thon ku është varri i tij. Ka shku te varri i tij, ja ka fal xhenazën Ibn Bazi dhe ka bërë dua për ta. Me të vërtet ky është morali i dietarëve, të cilët kanë edhe ecin rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës së sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Andaj të nderuar vëllezër, prej cilësive të zemrës së shëndosh është zemra e cila nuk mban në veten e saj zili për vllaun e vet musliman. Zili tham nuk dëshiron që Allahu xhelle xhelalu t'ia merr atë nimet të cilën e posedon vllau i tij musliman. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu edhe cilësit prej cilësive të banorëve të xhenetit kur i ka përshkruar, çka ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Thot dhe i kemi shkoq prej zemrave të tyre, prej gjuksave të tyre, çdo zili, çdo urrëtie, çdo armiqësi ndaj njëri tjetrit, ky është xheneti vëllezër të ndershëm. Dhe janë vëllezër të cilët qëndrojnë ballë për ballë me njëri tjetrin duke u kënaqur në kulturçe të xhenetit. Këta janë banorë të xhenetit. Këto janë zemrat të cilat i posedojnë banorë të xhenetit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë grupa e parë që hyn në xhenet, ka thënë i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë la ikhtilafa bainahum wala tabaghud. Thot nuk ka armiqësi mes tyre dhe nuk kanë urrëtie në ndërmjet veti, kulubuhum ala rajulin wahid, ala qalbi rajulin wahid. Thot zemrat e tyre janë sikur me kanë zemra e një njerit prej tyre. Sikur një zemër. Sikur se mendon, sikur se shpreson një zemër, thot kështu janë zemrat e gjithëve atyre të banorëve të cilët hynë në xhenet. Allahu xhelle xhelaluhu na bëf prej tyre. Allahu xhelle xhelalu i pastron zemrat tona. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.